Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Mundohet, personi juaj i zemrës, mundohet të rikuperoj këtë lidhje, këtë marrëdhënie, këtë raport që kam me ju? Po mundohet. Do t'i arri qëllimit ta rikuperoj këtë lidhje, apo do ta humbas këtë histori të bukur, dashurie që ka me ju? Pra, ky person mundohet ta rikuperoj. Do t'i arri qëllimit, apo do ta humbas këtë histori të bukur, dashurie? Një lajm i befasishëm vjen dhe ndryshon, transformon këtë histori, këtë lidhje. Ky person mundohet, është i mërzitur, shumë i mërzitur, është i vetmuar, por ju shikon si ky fener me këtë dritë në botën e tij të errësirës, në botën e tij të vetmisë. Është larg, mundohet në të gjitha mënyrat për të rikuperuar, për të ndryshuar, lufton fort sot që të ndryshojë këtë situatë. Pra, duhet të kesh besim, sepse ti për të je femra e tij e paqes, je qetësia, je harmonia, je paqja, je mirësia. Pra je gjithçka për të. Ai po mundohet në gjitha mënyrat, po lufton fort që ta mbaj këtë lidhje, ta shpëtoj këtë histori të bukur dashurie, për mos ta humbur për gjithmonë, sepse ka frikë shumë për ta humbur, se mos humbet, mos ti i largohesh. Ky person është i dashuruar, ushtari Shkopinën tregon që ky person është i dashuruar fort me ju. Dhe juve ju shikon si kjo mbretëreshe e Shkopinëve, një femër shumë të dashuruar, shumë të pastër, një femër intelekte që i fal dashuri pas i lloj interesi këtij mashkulli. Ky mashkull është shumë i menduar, lufton fort me anë të mënyrave të tij, fjalëve të tij të ngrohta, është i fokusuar shumë te puna dhe shumë shpejt merr komandën dhe fuqinë që të ndryshojë këtë situatë dhe këtë historinë tuaj mos ta humbasi kur, sepse kjo letër më tregon që juve ju vjen një lajm i befasishëm, i papritur, një lajm transformimi për mos ta humbur këtë histori, këtë lidhje tuaj, dashurie. Me kë rezonon kjo? Me gërmën H, me gërmën Q, me gërmën L, me gërmën R, gërmën M, gërmën Y, gërmën F, S, N, gërmën Z, Z, A, gërmën E, R, L, B, G dhe gërmën T. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Vigjëre me Ujori, me Gafore, me Vigjëreshën, me Peshqit, me Luanin, me Shigjetarin dhe me Akrepin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, një thank you dhe një zemër për të më suportuar që t'ju bëj video sa më të bukura për t'ju mbushur me energji pozitive.